Katër të ri janë mbytur sot në ujrat e detit jon në plazhet e Vlorës pas mbytjes së një 14 vjeçari në orët e para të mëngjesit. Pasditu u mbytun edhe 3 të ri të tjerë, 2 vajza nga Vlora dhe Tirana dhe një djalë nga Tetova. Ata shkuan për të shpëtuar një vajzë tjetër dhe u kthyen të vdekur. 3 të rinj janë mbytur sot në plazhin e Zvërnecit pranë Portovonës në Vlorë, duke quar në 4 numrin e të mbyturve ditën e sotme në qytetin jugor pas mbytjes së 14 vjeçarit nga Vlora. Të gjithë viktimat janë të ri. Ata janë Manuela Maraj, 27 vjeçe nga Babica e Madhe e Vlorës, Joana Cani, 25 vjeçe nga Tirana dhe Benjamin Ferrati, 24 vjeç nga Tetova. Ngjarja e tmerrshme ka ndodhur rreth orës 14:30, ku për shkak të dallgëve është parë duke u mbytur 25 vjeçaria nga Tirana. Asaj ka shkuar në ndihmë i riu nga Maqedonia, por të dy nuk ja kanë dalë. Në ndihmë të tyre ka shkuar edhe 27 vjeçaria nga Vlora, por edhe ajo ka humbur jetën. Rreth orës 14:30 është marrë njoftimi paraprak se në plazhin e Zvërnecit po rrezikoheshin të mbyteshin në ujë 2 shtetas. Menjëherë shërbimet e policisë kufitare dhe ato vendore janë nisur në afërsi të vendit të ngjarjes pranë zonës së Portovonës me ndihmën e mjeteve lundruese në ndihmë të personave, por nuk është bërë i mundur shpëtimi i tyre. Si pasojë, janë mbytur 3 shtetas, 2 shtetase të gjinisë femër dhe një tjetër i gjinisë mashkull. Trupat e pajet të 3 të rive janë nxjerrë nga loja bregdetare, teksa janë transportuar drejt morgut të spitalit rajonal të Vlorës. Kjo është ngjarja e dytë brenda ditës që e çon në 4 numrin e të mbyturve këtë dështunë. Në total numërohen 6 viktima që në niset e sezonit turistik të mbytur në ujrat e Jonit.